Dhoma ishte e ndezur nga një dritë gri e zymt që futej në përperde. Ajri duke i trash, si para një stuhie. Alba po rrinte në mes të dhomës, e nervozuar, ndërsa lavdrimi po përpiqej të ruante qetësinë, por duart i dridheshin lehtë. Lavdrimi, Alba, duhet të flasim. Dhe këtë herë dua të më dëgjosh deri në fund. Alba e ngre kokën ngadalë, me një buzëqeshje të ftohtë dhe të lodhur. Alba, flit, po s'di ç'mund të thuash më shumë se sa ke thënë. Lavdrimi merr frymë thellë. Ka ditë që e kam mbledhur këtë fjalim brenda vetes. Lavdrimi, ti je shumë e ligë, Alba. Ajo ngrim për disa sekonda, syt i ngushtohen, por nuk flet. Lavdrimi. Shumë. E keqe në mënyrë të heshtur, tinzare, e përherë e përfshirë në gjithçka. Pse e bën këtë? Pse duhet të futesh në çdo gjë që ndodh në këtë shtëpi? Alba i hedh një hap përpara, e qesh hidhur, si dikush që e di ç'po vjen, por s'ka ndërmend të tërhiqet. Alba, unë jam problem? Vazhdo, më thuaj pse jam unë fajtore për gjithçka. Lavdrimi, sepse ti je shkaku i çdo gjëje që ndodh keq këtu brenda. Gjithmonë ti nxit, ti provokon, ti përzien njerëzit me njëri tjetrin. Të gjithë jemi lodhur. Të gjithë. Ai e ngrit zërin, syt i shkëlqejnë, por nuk është zemërim i thjesht, është grumbullim vitesh. Lavdrimi, je nga të rrestare. Ke përhapur mosmarrëveshje, ke mbjellur dyshime, ke futur njerëzit në konflikt. Dhe pastaj rri sikur nuk ke faj, sikur je e pafajshme, sikur nuk e kupton pse të gjithë janë nervoz. Alba po e humb durimin. Fytyra e saj skuqet. Alba, ti s'di asgjë. Të gjithë këtu flasin, të gjithë përzihen. Pse më sulmon vetëm mua? Lavdrimi, sepse ndryshe nga të tjerët, ti nuk ndalesh kurrë. Ti e bën me qëllim. Ti e ndez zjarrin dhe pastaj rri duke parë të tjerët si digjen. Ai afrohet edhe një hap. Lavdrimi, dhe po, ta them troq, askush nuk të do në shtëpi. Asnjë. Nuk ka njeri që të respekton më. Të gjithë janë lodhur me lojrat, me intriga, me sjelljet e tua. Këto fjalë e godasin Albën më fort se çdo bërtim. Ajo dridhet.